Një vullnetar i radios britanike Radio Caroline transmetoi aksidentalisht një material të regjistruar paraprakisht ku njoftoi vdekja e mbretit Charles III. Ai po kryente mirëmbajtjen e pajisjeve dhe e vendosi regjistrimin nga kurreshtja, pa kuptuar se materiali do të dilte drejt për drejt në transmetim. Kur kuptoi çfarë kishte bërë, vullnetari u largua në panik, ndërsa radio heshti për 16 minuta. Prezantuesit, i cili mendonte se vazhdonte të ishte në transmetim, ju desh dhe një çerekore për t'u rikthyer dhe për të kërkuar falje. Në Francë, një grup trafikantësh realizoi më shumë se 1800 dërgesa droge me dron në një burg pranë Lyonit. Operacioni zhvillohej gjatë natës, ndërsa droni fluturonte me dritat e fikura, duke u bërë të vështirë gardianëve të zbulonin vendodhjen e tij. Policisë u deshën 2 muaj për të zbardhur skemën. Të dyshuarit u kapën në flagrancë jashtë burgut. Po në Francë, tufa të mëdha kandilë shdeti bllokuan pompat e ujit që përdoren për ftohjen e centralit bërthamor Gravelines dhe përpasoj 3 reaktor dolën jashtë funksionit. Në Korenë e Veriut, autoritetet po këshillojnë qytetarët të konsumojnë supë të nxehtë me mish qeni për të përballuar temperaturat rekord. Një mjek i cituar nga media shtetërore rekomandoi konsumimin e ushqimeve të nxehta gjatë periudhës më të nxehtë të verës. Në Brazil, kapiteni i skuadrës Coritiba Jesse Maranhão u rrëzua në tunelin që të çonte drejt dhomave të zhveshjes, pasi ka përceu barrierën për të festuar një gol. Futbollisti u zhduk për disa çaste nga sytë e shokëve të skuadrës, ndërsa pamjet e rënjes u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale. Ministri i ri gjerman i transportit, Stefan Bilga, provoi personalisht problemet e rritit hekur udhor që i është ngarkuar të rregullojë. Gjatë udhëtimit të tij të parë zyrtar me tren, kondicioneri pushoi së funksionuari në vapën përvoluese dhe ministri u detyrua të ndërronte vagon. Në arkipelagun Svalbard të Norvegjisë, një person u gjobit me $5,255, pasi përdori sirenën e anijes për të zgjuar një ari polar që po flinte. Ndërsa në Australi, një kukull seksi tepër realiste shkaktoi alarm për një vrasje. 2 burra gjetën në një zonë rurale të Walesit të Ri-Jugor një valixhe që dukej se përmbante mbetje njerëzore. Në vendngjarje u dërguan hetuesit e vrasjeve, por analizat treguan se viktima, e cila kishte piercing në hund dhe shenja të ngjashme me mavijosje, ishte vetëm një kukull. Policia nuk pret që pronari të paraqitet për ta marrë.